Mirë se erdhët. Sot do t'i hedhim një vështrim të thellë, një transformimi vërtet rrënjësor që kanë pësuar tregjet globale të mallrave. Po flasim për gjithçka, nga nafta e deri te metalet. Okej, për ta nisur, le të bëjmë një pyetje që në fakt është thelbësore. Kush e kam vërtet në dorë çmimin e burimeve më jetike në botë? A janë ato kompanitë e mëdha që njohim të gjithë, apo mos ka diçka tjetër që luan rol? Po, për një kohë shumë të gjatë, përgjigja ishte çuditërisht e thjeshtë. Ishte një grup i vogël, por tepër i fuqishëm kompanish nafte. Ato njiheshin si 7 motrat, dhe ato kishin kontrollin absolut. Hajde të kthehemi pas në kohë e të shohim pak se si funksiononte tamam kjo botë. Mirë, këtu do të ndalemi te mënyra se si 7 motrat e mbanin këtë kontroll kaq të fortë. Sekreti i tyre pra ishte diçka që quhet integrim vertikal. Po ç'do thotë kjo? Imagjinojeni kështu. Një kompani kontrollon çdo hap të rrugës, nga prodhimi deri te shitja përfundimtare. Pra, ja ku e kemi të ilustruar. Hapi i parë, nxjerrja e naftës. Hapi i dytë, e transportonin po vet. Hapi i tretë, e rafinonin. Dhe hapi i katërt, e shisnin produktin final. Kur kontrollon gjithçka, nga pusi naftës deri te pompa e karburantit, ti praktikisht dikton çmimet dhe gjithë tregun global. Një fuqi e jashtëzakonshme. Por, siç ndodh gjithmonë, asgjë nuk zgjat përgjithmonë. Ky sistem i kontrolluar fort ishte gati të shkatërrohej, dhe shkëndija erdhi nga vetë vendet që prodhonin naftën. Pikërisht, vendet prodhuese të naftës me në krye OPEC-un filluan të kërkonin atë që u takonte, sovranitetin mbi burimet e tyre. Në vitet 70, loja ndryshoi plotësisht. Ata nuk donin më të ishin thjesht spektatorë që merrnin një pjesë të fitimit. Jo, ata donin të ishin zotër të fatit të tyre ekonomik. Dhe sa shpejt që ndodhi gjithçka. Shikoni pak këtë kronologji. Në 1960 themelohet OPEC-u. Pastaj në 73 vjen embargoja arabe e naftës, një moment kyç që tregoi fuqinë e tyre për të kufizuar ofertën. Dhe në vitet 80, vendet prodhuese thjesht shtetëzojnë asetet. Bota e vjetër u shpërbë brenda më pak se 2 dekadash. Dhe embargoja e 73-shit, ajo është një tronditje e vërtet për sistemin, për ta kuptuar çmimi i naftës pothuajse u katërfishua brenda natës. Nga rreth $2.90 shkoi në $11.65 për fuqi. Ishte pikërisht ai momenti kur e gjithë bota e kuptoi se pushteti sapo kishte ndruar duar. Kjo humbje kontrolli ishte diçka konkrete e prekshme. Shikoni, dikur, rreth viteve 70, kompanitë e mëdha të naftës zotëronin rreth 33% të gjitha njevet cisterne në botë. 1/3. Sot, kjo shifër ka rënë në më pak se 10%, një rënje dramatike. Pra është e qartë, modeli i vjetër i kontrollit total u zhduk përgjithmonë, dhe boshllloku që la pas u mbush menjëherë. Nga kush? Nga tregjet e sardmes, nga transportues të pavarur dhe nga një figurë e re, teje të rëndësishme, tregtari mallrave. Mirë, por ndërkohë që e gjithë bota e naftës po përmbysej, një tjetër revolucion po ndodhte, ndoshta pak më në heshtje. Ky ishte revolucioni metaleve, dhe në epicendrën e tij ishte një aktor i ri global, Kina. Për të kuptuar ndikimin e Kinës, duhet të shohim si funksiononte bota më parë. Sistemi i vjetër i metaleve bazohej në kontrata vjetore. Pra, çmimi çaktohej një herë në vit, gjithçka ishte e parashikueshme, por pastaj erdhi Kina me një uri të pashuar për metale. Kërkesa e saj masive e shkatroi këtë sistem dhe e detyroi industrinë të kalonte në një treg spot ku çmimi ndryshon nga sekonda në sekondë. Dhe nëse doni ta shihni këtë ndryshim në shifra, ja ku është. Në 2002, importet e metaleve të Kinës ishin rreth $2.7 miliard, në 2014 mbi $88 miliard. Kjo rritje jashtëzakonshme thjesht e ridizajnoi komplet hartën e tregtisë globale. Kjo botë e re, më komplekse, krijoi një nevojë të madhe për ndërmjetës. Ktu hynen në lojë sërish tregtarët. Çfarë bënin ata? Grumbullonin prodhimin nga minera të vogla, përzienin cilësi të ndryshme mineralesh për të plotësuar nevojat e shkritorëve, madje siguronin edhe kapitalin që i duhej gjithë këtij sistemi për të funksionuar. Okej, pra, i pam këto dy revolucione të mëdha, atë të naftës dhe atë të metaleve. Po sot, si duket kjo botë e re e rjetëzuar që ato krijuan? Kjo tabel e përmbledh në mënyrë perfekte. Dikur kishim institucione të integruara vertikalisht. Tani kemi operator të specializuar në rrjet. Dikur kishim çmime afatgjata. Tani kemi tregje spot shumë dinamike. Sistemi i vjetër ishte i qëndrueshëm por jo fleksibil. Sistemi i ri është shumë fleksibil, por edhe shumë i paqëndrueshëm.
Dhe ky transformim nuk është vetëm në strukturë, por edhe në gjeografi. Flukset tregtare po zhvendosen në mënyrë dramatike. Siç thotë edhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, parashikohet që deri në vitin 2040, 2/3 e gjithë naftës bruto do të shkojnë drejt porteve aziatike. Një zhvendosje masive e qendrës së gravitetit. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit, mjaft provokuese. Sistemi vjetër ishte i qëndrueshëm por i ngurtë. Sistemi i ri është shumë më fleksibël, por edhe shumë më i paqëndrueshëm. Pra, pyetja mbetet, për cilën prej këtyre dy botëve jemi ne vërtet më të përgatitur? Një pikë pyetje për cilën ja vlen të mendohemi. Ju falenderoj.